Kërkesat për veshje tradicionale kanë ndryshuar ndjeshëm viteve të fundit. Më herët të rinjët ndiqnin kryesisht një trend të vetëm në veshje, zakonisht kostum i zi për djalin dhe fustan i bardhë me vello për nusen. Sot ekzistojnë shumë modele dhe stile të ndryshme që ndryshojnë vazhdimisht. Megjithatë, pavarësisht këtyre ndryshimeve, interesi për veshje tradicionale nuk është zbehur. Dhe traditën e ruan me besnikëri edhe Orhan Ahmeti, i cili bashkë me anëtarët e tjerë të familjes së tij shet veshje tradicionale për ditën më të bukur të jetës së një çifti të ri. Kërkesa ka ndryshuar viteve të fundit shumë, shkaku që të rritë derisa më herët e kishin si obligim apo e kishin sikur trend një veshje, tani duke pas parasysh se kemi shumë lloj të veshjeve dhe vim për një veshje dhe dalin nga këtu nga 2 ose 3 veshje duke marrë jelek të arit, dallam, jelek me krah. Vim për një veshje dhe dalin me minimum 3 veshje të tilla. Artizanët përpiqen të mos largohen nga tradicionalja duke ruajtur motivet e punimit me dorë. Edhe pse moda evolon, mënyra e punës mbetet e njëjtë. Përdoren materiale si kadifja dhe fije të arit të punuara me kujdes dhe për kushtim. Ndryshimet kryesore vërehen vetëm në prerje dhe përshtatjen e materialit sipas kërkesave të klientëve, por jo në teknikën tradicionale të punimit. Shife, ne mundohemi që mos të largohemi tradicionales, mos të largohemi motivet e punimeve të dorës dhe ndryshimi nuk është shumë i madh, shkaku që punimi bëhet gjithmonë me dorë, bëhet me fije ari dhe bëhet me kadife. Dhe i bëjmë disa ndryshime në prerjen dhe në materialet, të cilat i bëjmë sipas kërkesës të klientëve. Kërkesat për këto veshje janë shtuar vitet e fundit, edhe përkundër ndikimit të trendeve moderne, askush nuk e harron traditën. Në fakt, moda moderne shpesh ndihmon që tradita të mbijetojë dhe të përshtatet me kohën. Shumë njerëz dëshirojnë të kenë të paktën një veshje kombëtare në garderobën e tyre, gjë që ndikon drejt për drejt në vazhdimsinë dhe zhvillimin e këtij profesioni. Janë vetëdijsuar edhe të rritë se secila nuse dëshiron që të ketë diçka tradicionale dhe të ketë me motive kombëtare shqiptare. Edhe pse moda ka ndryshuar, dimijat vazhdojnë të mbijetojnë në treg, pasi ato i ofrojnë njerëzit me rrënjët e tyre kulturore. Punuesit e dimijave përpiqen të përshtaten ato me elemente moderne, duke ruajtur njëkohësisht identitetin tradicional. Jo, përkundrazi, sepse modernizimi vetëm çka na ndihmon që të jep jetë gjatësi kësaj veshje, mirë po gjithmonë duke u munduar që mos t'i largohemi thelbit tradicional. Shumica një veshje kombëtare secila dëshiron që ta ketë për ditën e darsmës ose për natën e Kanaxhexhit dhe mbas asaj një tradicionale autentike dhe një me modernizim që janë me kristale apo me punim me dorë apo me fustanell dhe lloje të ndryshme të cilat i kemi. Edhe pse moda globale dominon, dimijat mbeten relevante sepse ata përfaqësojnë kulturën dhe identitetin tonë. Secili ka dëshirë që ta ketë një veshje kombëtare, që ta ketë një veshje që vjen nga rrënjët e tij dhe ne mundohemi që gjithmonë t'i bëjmë atë në formë më të përshtatshme, t'i bëjmë në kohën e tashme dhe që t'jenë më të kënaqur klientët. Ardhja e mërgjimtarëve gjithashtu ndikon në rritjen e kërkesës, pasi shtohen dasma dhe aktivitetet festive ku këto veshje janë të domosdoshme. Dihet sezoni i verës kur është, do të thonë prej muajit maj fillon deri diku në fund i gushtit, atëherë kemi fluksin më të madh të kërkesës të veshjeve. Po diaspora janë të interesuar shumë për vlerë? Mendoj që diaspora janë më tepër të interesuar se sa Ne që jemi këtu. Po. Megjithse stilistët përpiqen të përshtaten me modën aktuale, stili tradicional mbetet më i kërkuari. Këto veshje përdoren kryesisht në dasma, po gjithnjë më shumë edhe në videoklipe dhe fotosesione, duke u kthyer në një trend që garanton mbijetesë në treg. Më tepër kërkojnë stil tradicional sepse krahas vellos, krahas fustanave moderne që i kanë dhe kur e shohin që i kanë 5-6 modele moderne, secili dëshiron që ta ketë edhe një tradicional. Shumë po përdoren, domethënë tash viteve të fundit vërehet se të rritë më tepër i përdorin normal për darsma, mirë po tash shifet që i përdorin edhe në evente të ndryshme, i përdorin edhe në fotosesione, i përdorin në videoklipe dhe mendoj që kjo i ka dhënë shumë
jetë gjatësi kësaj veshje. Ndoshta më herët janë përdorur vetëm nëpër Kanada. Ashtu. Tashti është bësh trend sepse mbas fotosesionit me velo, secila nuse po e bën edhe një fotosesion me veshje kombëtare, me dallam ose me elektarët. Nëse dikur të rinjët dukeshin sikur po hiqnin dorë nga veshjet tradicionale, sot ato janë rikthyer fuqishëm në modë. Një shembull i mirë është një biznes familjar ku vajza dhe gruaja e tij merren me dizajnimin e veshjeve tradicionale, duke e mbajtur gjallë këtë zanat ndër breza. Kohët e fundit jo, sepse të thash, të rit janë vetëdijsuar shumë më shumë dhe shumë me dëshirë marrin. Derisa para disa viteve, 5-6 viteve, ishin sikur skeptik ata marrin apo jo, ama tash i vinë me dëshirë dhe me vullnet shumë të madh për këtë lloj veshje. Po, kemi këtu dizajnerët tona, është vajza ime Atika e cila i bën dizajnet, është gruaja ime Faria, edhe ajo gjithashtu e bën prerjen dhe patronimin e tyre dhe i punojmë këtu në lokal. Të qëndrosh besnik ndaj tradicionales duke qenë një kostish modern është një sfidë më vete, por ky profesion po arrin ta përballojë me sukses. Sot, veshjet tradicionale në dasma nuk janë më vetëm një detyrim kulturor, por një trend i qëndrueshëm që u jep shpresë artizanave se puna dhe tradita e tyre do të vazhdojnë të jetojnë dhe të lulëzojnë. Është një sfidë e vazhdueshme, mirë po duhet patur shumë kujdes që mos të largohemi tradicionales. Ne punojmë që mos të largohemi elementet e punimit të dorës, mos të largohemi fijeve të arit, të cilët janë gjithashtu të kushtueshme dhe të cilat duhet të jenë të punuara me shumë kujdes dhe me shumë përkushtim. Jo, unë mendoj që është një rikthim i qëndrueshëm, derisa ndoshta ka filluar si trend apo si obligim. Mirë po tashti janë vetëdijsuar dhe është një rikthim shumë i fuqishëm. Po, çfarë kërkojnë më shumë të klientët? Kërkojnë diçka më ekstravagante, më shumë peruza apo më të thjeshtë? Lloj, kemi lloj klient, mirë po më tepër janë të cilët e dojnë me punim dore, të cilët e vlerësojnë më tepër punimin e dorës se sa këta me ruza ose me kristale ose me të gatshme që janë po. Të thash, sepse krahas velos ose fustanave të ndryshme, kjo është diçka shumë më ndryshe, është diçka me punim shumë më të madh, është me punim dore, është me punim me motive kombëtare dhe nuk dojnë shumë eksperimente. Veshjet tradicionale vazhdojnë të kenë një vend të rëndësishëm në shoqërinë tonë, duke ruajtur lidhjen me kulturën dhe identitetin kombëtar. Pavarësisht ndryshimeve të modës dhe ndikimeve moderne, ato jo vetëm që nuk janë zhdukur, por përshtaten dhe porikthehen më fuqishëm se më parë. Kjo dëshmon se tradita dhe moderniteti mund të bashkëjetojnë, duke i dhënë vlerë punës së artizanave dhe duke siguruar vazhdimsinë e këtij zanati edhe në të ardhmen.